kandidatura nuk ka të paraqitura deri tash, është krejtësisht liberale, do të thotë gjatë kësaj jave. Procesi i hapur. Gjatë kësaj jave do të sepse për dallim nga komunat e tjera, ne gjithmonë kemi shpreh gatishmërinë e të gjithë atyre që dëshirojnë me hinë garë dhe të gjithë kanë qenë të detyruar të bëjnë garë të barabartë në të gjitha nëndegët e partisë. Domethënë, nëse një kandidat dëshiron që të votohet, është obliguar që të shkojë në çdo nëndeg, të prezantohet dhe të merr mendimin dhe gatishmërinë që për ta mbështetur, sepse pa mbështetje të nëndegëve dhe të antarësisë është problem. Kush vendos për pejen? Sepse gjithë debati publik thot vendosin një grup i ngushtë në parti, në nivel qendror, apo vendos dega objektivisht, duke respektuar meritokracinë, vendimarrjen e antarësisë degëve. Dega vendos, por kur dega nuk mundet me vendos diçka që është me rëndësi, kur ka polarizime shumë, atëherë normalisht që mund të krijohet komision, mund të përfshihet kryesia e partisë, mund të përfshihet kryetari i partisë dhe ta ushtrojnë ndikimin dhe të merr vendim patjetër. Si komenton zhvillimin Drenas? Ka tension? Nuk e di për ne. Ajo që po shit në sfond, po them zotit Ladrosi Haliti. Gjithmonë ka pas në Drenas. Po demokratike mbase. Po gjithmonë ka pas shumë kandidatë sepse është zonë e sigurt. Dhe do të thonë që të sigurt nuk është edhe Ladrosi, tha po të mos isha unë, mbase do ta shihni se nuk merren votat me atë siguri. Shko, Ramizi i ka marrë sa 2 hera, 3 hera. Po, shpall kryetari më i mirë. Është zgjedh kryetari komunës dhe me siguri që edhe tash do të kandidoj. Nuk e di kanë nëse ka kundërshtar ose po ta kishte, është demokratike po. Do demokratike. Po besoj që partia do të insistojë të mos ketë shumë kandidat. Nuk do të ishte mirë me pas shumë kandidat, sepse fragmentarizohet ato shkojnë, votat shkojnë në dëm të partisë, po prapë mendoj dhe jam i bindur që Partia Demokratike do të fitojë patjetër në Drenas.